Atëherë dashur, do bisedojmë tani në lidhje direkte me Ismet Ademin, kryetar të shoqatës Iliriada dhe po ashtu Saltiana Gjaka, mësuese në shkolla që kjo shoqat ka hapur atje në Belgjik. Do bisedojmë sot më në detajisht për shkollën e dytë shqipe që ata hapën në qytetin e Sint Niklas, nëse po e shqiptoj siç duat, dhe po ashtu dhe për më tepër aktivitetet të shoqatës. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam të dyve sot në emision dhe në lidhje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma Artemisa. Faleminderit për emisionin, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve që gjetët kohë të jeni sot me ne, vërtet kënaqësi si gjithmonë. Dua të bisedoj pak fillimisht me zotëriun Ismet, siç është dhe kryetari i shoqatës. Dua të bisedojmë pak më në detajisht për shoqatën dhe aktivitetet që ofron dhe punën e saj, për të kaluar tutje tek shkolla që vetë shoqata i ka hapur, së pari në Antwerpen dhe pastaj edhe tash së fundi në Sint Niklas, domethënë shkolla e dytë shqipe që u hap atje. Mirëmbrëma, edhe një herë ju faleminderit për ftesën që na i keni bërë dhe na jepni hapësirë që t'i shpalosim aktivitetet tona të shoqatës, të shkollës dhe të komunitetit shqiptar që jeton dhe vepron në Belgjik, në Antwerpen dhe më gjerë. Shoqata Iliriada është themeluar me 19 tetor 2024 dhe një vit aktivitete të shoqatës. Kemi pasur shumë aktivitete si pavarësia e Kosovës, dita e flamurit të Shqipërisë, aktivitete 8 marsi, 7 marsi, dita e alfabetit dhe kemi pas po ashtu edhe 5, 6, 7 marsi, sakrificën e komandantit legjendar Adem Jasharit. Kemi pas edhe ca shkrimtar nga trojet tona etnike shqiptare që nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Kosova Lindore, Mali Zi, që kanë ardhur dhe i kanë promovuar librat e veta këtu në shoqatën tonë bashkë me bashkëdhëtar dhe me komunitetin shqiptar këtu në Belgjik. Jemi mirë të organizuar dhe besoj që kemi edhe ca projekte tjera ose programe tjera në të ardhmen, besoj se do i shpalosim ma vonë në emisionin tuaj, kështu që kjo është historia e shoqatës. Shoqata përbëhet nga 10 departamente, i ka edhe kryesinë, 10 departamente të arsimit, kulturës, të sportit, të rinijës e me radhë, po ashtu kemi edhe stafin pedagogjik të shkollës, kemi departamentin e arsimit, kryetar, kemi nën kryetare që është përgjegjës për arsimin, do të jemi mirë të organizuar. Dhe falë edhe juve, televizionit tuaj dhe shumë televizionet tjere që na kanë mundësuar që t'i shpalosim aktivitetet tona dhe besoj që në të bisedën të radhës do të shpalosim edhe aktivitetet edhe shkollën e të gjitha. Si u mor vendimi të hapen shkolla shqipe dhe pse? Vendimet, shkolla Iliriada është shkolla e parë. Iliriadës është themeluar me 8 dhjetor 2024 në qytetin e Antwerpenit dhe simbas kërkesave të shumë prindërve, bashkëdhëtarëve të komunitetit shqiptar që jetojnë në Belgjik dhe në Antwerpen dhe më gjerë, është kërkuar që të hapet edhe shkolla tjetër në Sint Niklas që do ta bisedojmë më vonë. Kështu që jemi mirë të organizuar, besoj që mësuesja jonë nderuar do të fletë edhe më shumë për shkollën, për aktivitetin e shkollës të Iliriadës në Antwerpen. Atëherë mësuesja Saltiana, ju jeni me ciklin e ulët apo jo? Jepni mësim tek cikli i ulët, që sa kohë keni nisur me shkollën, që nga fillimi dhe si është puna me nxënësit? Për sa i përket shkollës shqipe, unë kam filluar këtë vit, nuk jam mësuese e vjetër, domethënë nuk jam nga viti që shkoj, sepse shkolla është vetë e re, është thjesht një shkollë 1 vjeçare, është si ai fëmia i vogël 1 vjeç që sapo ka filluar dhe het ato hapat e parë. Dhe jam shumë e lumtur që këto hapat e parë i ka hedhur të sigurt. Dhe është ngritur duke parë që po ecën kaq mirë dhe po hapet në një kohë kaq të shkurtër dhe një shkollë e dytë. Ka lindur dhe një shkollë tjetër, pra në një kohë kaq të shkurtër. Dhe besoj që kjo është bërë fal punës të palodhshme të gjithë stafit që unë kam gjetur këtë vit këtu. Dhe jam shumë e kënaqur që jam pjesë e këtij stafi. Sapo e kam dëgjuar lajmin që është hapur shkolla e parë shqipe në Antwerpen, kam qenë shumë emocionuar dhe kam dashur patjetër që të isha pjesë e kësaj.
duke qenë e vetëdijshme që çdo gjë është pa pagesë, është falas, domethënë do jepja kontributin tim, por në këmbim nuk do merrja diçka monetare, pasi vlerat i merr në krah tjetër, je mbuluar nga emocionet e fëmijëve, ka shumë vlerësim në krah tjetër, përveç se nga ana monetare. Pra, këto gjë që ka bërë stafi, kryesia dhe gjithë shoqata Iliriada e falenderoj dhe e durtrakas shumë fort. Dua di pak edhe mbi lidhjen me fëmijët, cikli ullët, besoj, emocionet janë të forta, duan shumë mësuesën e tyre, dua di pak mbi lidhjen me ta dhe po ashtu emocionet e tyre dhe përshtypjet e tyre që kanë mbi shkollën dhe klasat që mbani. Po, atëherë si mësuese nuk jam mësuese e re, ndoshta e re këtu në Belgjik po, se 3 vjeçar kam që punoj në shkollat belge. Dhe si mësuese që kam punuar në Shqipëri, por gjithashtu edhe këtu në Belgjik, në momentin që unë kam ardhur dhe kam ridhënë mësim në Shqip, ka qenë një nga emocionet më të papërshkrueshme, sepse ta japësh mësimin në gjuhën tënde është diçka që vetëm dikush që e përjeton atë që është jashtë Shqipërisë, e kupton faktin që ti të japësh mësim në Shqip, çfarë do të thotë dhe të japësh thjesht mësim, çfarë emocionesh ka. Emocioni që ti merr kur i jep në gjuhën tënde mësimin dhe emocioni që ti e shikon një fëmijë të shikojë dhe ti ketë ato shpresat nga ty që unë po mësoj të flas shqip, pavarësisht që disa fëmijë e dinë shumë mirë pasi janë të edukuar nga familjet ose janë të dy prindit shqiptar edhe flasin një shqipe të pastër, por gjithashtu, sepse nuk është se vinë në shkollë vetëm për të mësuar gjuhën shqipe, është edhe fakti i bashkëmoshatarëve të tyre. Nuk është, ne kur e bëjmë atë thirrjen që ju lutem, është mirë që ju t'i sillni fëmijët në shkollën tonë, nuk është vetëm fakti që ata të mësojnë gjuhën shqipe, por dhe ata bashkëmoshatarët që luajnë apo bisedojnë me njëri tjetrin ato pushimet e shkurtra që kanë, apo gjatë mësimit që ne mundohemi ta bëjmë atë mësimin, jo vetëm mësim dhënia e shkronjave apo e librit, por edhe bisedat e lirshme gjatë mësimit. Dhe këto gjëra i bëjnë ata që të ndjehen të kënaqur në orën e mësimit dhe të vinë me dëshirë mezi ta presin atë të dielën për të ardhur në shkollë. Domethënë përveç anës edukative flasim edhe për krijimin e një jete sociale për fëmijët dhe për shoqërimin mes njëri tjetrit. Jo vetëm si mua si mësuese, por është qëllim i të gjitha neve bashkë, të gjitha mësuesve që jemi 10 mësuese në shkollë, është një nga qëllimet kryesore përveç faktit të dhënies së mësimit, është dhe fakti i socializimit. Është një nga arsyet kryesore dhe socializim flasim për të biseduar në shqip, se socializim besoj që duhet të kenë jetën e tyre të përditshme, por në shqip është komplet tjetër emocion. Do vetëm ta shtoj edhe nëse mundem. Shkolla dhe shoqata Iliriada është një orë lidhëse mes shqiptarëve, mes prindërve dhe të nxënësve, si e cekë edhe mësuesja e nderuar. Që fëmijët dhe prindrit kemi pasur disa përshëndetje ose falenderime nga prindrit, me qenë se ra shkolla edhe tani fëmijët tanë edhe prindrit janë takuar me bashkëdhëtarët tanë që nuk janë takuar me vite, që kështu shkolla dhe shoqata Iliriada është një orë lidhëse në mes komunitetit shqiptar në Belgjik. Ashtu, sepse në këtë mënyrë po ashtu dhe mes fëmijëve praktikohet dhe gjua më mirë, po ashtu dhe ruhen dhe kultura dhe tradita dhe gjithçka tjetër. Është ndryshe kur krijohet një komunitet që besoj që shkolla dhe vetë shoqata në tërësi e ndihmon shumë këtë fakt. Po, patjetër. Na u hap shkolla në Antwerpen me 8 dhjetor 2024, kurse tani na u hap shkolla e dytë me radhë, erdhi si pasojë e nevojës dhe kërkesës së prindërve, nëse nuk gaboj apo jo. Po, të them të drejtën, shkolla e dytë në Sint Niklas, me 9 nëntor 2025 do hapet dhe po kemi pasur kërkesa edhe nga prindrit, me qenë se kemi edhe prind që nga qytetet tjera i bëjnë 45 km, 50 km i bëjnë udhëtim dhe i sjellin fëmijët në shkollën e qytetit Antwerpenit. Po ashtu dua të falenderoj edhe nënkryetaren dhe përgjithësi për arsim zonja Qendresa Taj Sylaj, që është dhe vjen nga qyteti i Sint Niklasit. Ajo ka punuar me mujt të tërë bashkë me Blerina Kamberin, që është edhe ajo antare përgjithshme e shoqatës Iliriada.
dhe kam punuar që kam pas takime me shumë prind dhe shumë bashkëdhetar tanë që jetojnë në Siniklas, po ashtu kam pas edhe takime me institucionet të komunës Siniklasit dhe fal qëndresës, zonjën qëndresës dhe Blerinës, është arritur qëllimi që të hapet shkolla shqipe në Siniklas. Por kemi pasur edhe nga prind, edhe nga bashkëdhetar tanë, po jo vetëm në Siniklas, po kemi kërkesa edhe në qytetet tjera që të hapet shkolla shqipe, dhe besoj se jemi duke punuar me gjithë stafin pedagogjik, me gjithë kryesinë e shoqatës dhe me departamentet e shoqatës, jemi duke punuar që në të ardhmen të kemi jo 1, po 2, 3 ose 4 shkolla tjera shqipe në qytetet ku është kërkesa nevojshme për arsim. Pra kemi plane edhe për hapjen e shkollave të tjera? Si plane, po. Po, si plan, të them të drejtën, jemi duke në projektin tonë të shoqatës Iliriada dhe të shkollës, janë 2 shkolla, 2 qytete që do të jenë pasardhës së Siniklasit. Mund ta zbulojmë se për cilat bëhet fjala, apo mbetet ndoshta një bisedë tjetër? Po mundet edhe ajo, mundet pse edhe jo, me kënaqësi do e ndaj me juve dhe me shikuesit tuaj, që radhën e ka qyteti i Gentit, besoj se është i njohur qyteti i Gentit edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe po ashtu edhe Tornauti. Do të jemi në biseda me disa bashkëdhetar tanë në këto 2 qytete dhe shpresoj që në vitin 2026 janar të fillojmë edhe 2 shkolla të hapen në këto 2 qytete. Në një kohë kaq shkurtër, një punë shumë e madhe drejt shkollës shqipe, punë shumë e madhe për fëmijët, për komunitetin shqiptar atje, besoj as pak e lehtë dhe shumë sfiduese, apo jo? Besoj po, patjetër. Patjetër që është shumë sfiduese dhe ne vetë mendojmë që është pak shpejt, por duke qenë se punojmë me forcën e shpirtit, jo vetëm me faktin që duhet ta bëjmë këtë se në fund ne do paguhemi, por duke qenë se ne punojmë me atë dëshirën shumë të madhe që e kemi për të mësuar dhe për ta ruajtur atë gjuhën tonë të bukur, jam edhe shumë e sigurt që do t'ja dalim, por me ndihmën e të gjithëve bashkë, se vetëm nuk ja dalim. Kur them me ndihmën e të gjithëve bashkë, jo vetëm ndihma e stafit të shoqatës Iliriada, por me ndihmën e prindërve, që ata janë baza për ne. Pa ata nuk ka ne. Ndoshta si pa ne nuk ka ata, kështu që jam e sigurt që me këtë ndërlidhje, siç është lidhja prind-mësues, është dhe lidhja shoqata dhe gjithë komuniteti shqiptar. Mësuese, do doja dija pak më në detaje nga ana teknike se si funksionon shkolla, sa nxënës, kur mësohet, çfarë mësohet dhe po ashtu çfarë aktivitete, le të themi, i presin këta nxënës deri në fund të këtij viti. Po ti cek aktivitetet një nga një, do na duhet që të rrim gjatë, por po e them pak në përgjithësi se janë rreth 140 nxënës që janë në shkollë, por pavarësisht nuk është se janë të gjithë që vinë çdo fundjavë për arsye sepse kanë aktivitete të ndryshme. Është jeta pak më e ngarkuar me sa me sa e kam parë jetën në Shqipëri, qoftë me fëmijët e mi apo me nxënësit e mi në Shqipëri, e di që këtu jeta është e programuar në një formë që nuk e ke kohën aq të lirë që ti t'ja përkushtosh dhe të dielën gjuhës shqipe, por duke qenë se prindrit janë aq të motivuar dhe atë dëshirën e madhe për ta mësuar fëmijën që të flasë shqip dhe jo vetëm të flasë shqip, por dhe të shoqërohet dhe të jetë më i lirshëm, se në përgjithësi fëmijët e dinë gjuhën, por nuk e kanë atë lirshmërinë për të u shprehur me gjyqërit, me familjarët apo me shoqërinë në Shqipëri. Dhe i sjellim me atë dëshirën e madhe që edhe këtu janë shqiptar, dhe këtu ke shok. Dhe në këtë formë edhe ne na motivojmë, edhe ne na motivojnë shumë që ne të vimë çdo të diel dhe ta japim atë mësimin
kur e shikojmë klasën që është plot, se edhe kjo ndikon shumë kur ti shikon që ke një numër të vogël në klasë, atëherë thua nuk edhe ti nuk e dhën mjaftueshëm si mësues, do thotë që nuk po të vinë nxënësit, por edhe nxënësit nuk janë të motivuar, domethënë dhe prindi nuk po e shtyn aq sa duhet fëmijën që të vijë, apo fëmia nuk është aq i lumtur sa të vijë vetë në shkollë. Domethënë janë disa pika kryesore që ne i shikojmë me vëmendje dhe punojmë fort te kjo pjesë, që do të thotë nuk është vetëm mësim, siç e theka edhe më parë, nuk është vetëm mësim, ora e mësimit, por e kemi vendosur në program që dhe orën e fundit ose 40 minutën e fundit ne të bëjmë një aktivitet që mund të duket pak qesharake në këtë momente sepse ndryshon shumë fakti i dhënies së mësimit në shkollë shqipe dhe i dhënies së mësimit në Shqipëri dhe i dhënies së mësimit në shkollë shqipe në diasporë. Ka shumë ndryshim sepse programi në çfarë forme? Në formën që ti programi nuk mund ta ndjekësh të plot që ti futesh asaj gramatikës me thellësi dhe ta japësh në atë lloj forme. Ti do ta japësh në një formë mësimi dhe duke bërë më praktik, duke bërë aktivitete që fëmia të marrë dhe kënaqësinë dhe besoj që kjo është një formë shumë e mirë e mësimdhënies edhe në Shqipëri, por nuk është zbatuar aq sa duhet, nuk e di nëse ka ndryshuar këto vitet e fundit, por paktën deri në periudhën që unë kam dhënë mësim atje nuk kanë qenë aq të aq në vëmendje pjesa e aktiviteteve, ka qenë më shumë ose aktivitete jashtë që shkoni me autobus 2 ose 3 herë në vit, nuk e di diçka e tillë, por që ora e mësimit të zhvillohet në formë si e zhvillojmë këtu, nuk ka qenë dhe më mungon kjo pjesë që ta jap diku këtë si këshill, çfarë jepet këtu ose si zhvillohet ora e mësimit këtu në Belgjik, do doja që vetë Ministria e Kulturës, e Arsimit dhe të gjithë këta të marrin ose të blejnë një program nga këtu. Nuk e di se si mund ta zgjidhin vetë, por mirë është që të mësohet nga zhvillimi, të marrin nga zhvillimi diçka. Dhe ne këtu në shkollën tonë e japim atë gjë që ne mësojmë këtu, e japim edhe tek nxënësi shqiptar në shkollën tonë tek Iliriada. Dhe japim në formën që mund të marrë një shembull shumë të thjeshtë që do ta bëj këtë të diel, do pas mësimit, pasi të marrim ato shkronjat e duhura, të përsërisim ato vjershat që do mësojmë, që do japim për festën e 28 nëntorit, kur të mbarojmë programin e bërjes së aktiviteteve, çfarë kemi planifikuar për këto festa, do bëjmë orën e fundit, do bëjmë petulla. Pra, e thash mund të ketë pak qesharake, por të bëjmë petulla sepse ne në atë formë jo vetëm japim traditën që çfarë mund të kenë fëmijë që si kanë provuar asnjëherë, por kur i pyet ata e dinin çfarë ishin dhe ishin shumë dakord që ta bënim ato dhe do ta bëjmë këtë të diel që vjen. Nuk ju ftojmë dot. Fëmijët që kemi të përzierë, apo jo qoftë nga mosha apo edhe nga niveli i gjuhës që flasin, apo jo? Nëse janë mosha të ndryshme së bashku dhe po ashtu edhe nga niveli i gjuhës, varësisht dikush e flet ndoshta më mirë shqipen, dikush pak më pak. Nuk është se ne i kemi klasat në një disnivel shumë të lartë. Unë kam moshën 9 deri në 12 vjeç dhe nuk është se kanë në një disnivel shumë të lartë me njëri tjetrin, por nëse e shikojmë që diku çalon, që fëmia ka më shumë nevojë ekstra, ne kemi staf mjaftueshëm dhe qëllon që të jemi 2 mësuese në klasë dhe me ato fëmijë të ecim pak më përpara, ose ta ndihmojmë pak më shumë tek ajo pjesë ku ai nuk jep mjaftueshëm. Këtë gjë fatmirësisht vetëm për faktin që ne kemi staf na ndihmon që të ndihmojmë fëmijën që ka më shumë nevojë dhe nuk e di, e quaj gjë fantastike. Edhe kjo fal kryetarit dhe stafit të gjithë që e kanë bërë të mundur. Jo reklam, s'mund të them reklam, por dhe reklama është e mirë ndonjëherë në këtë pjesë, sepse edhe unë lajmin nga reklamat e kam marrë vesh që u hap shkollë shqipe, kështu që jemi të plotësuar. Gjithsesi aktivitetet që po përmendni, mendoj se mundem ta plotësoj. Patjetër. Shkolla Iliriada dhe Shkolla Shqipe punon me programin e Ministrisë së Diasporës së Shqipërisë dhe Kosovës që kanë përpiluar një program për bashkët për mësimdhënie për diasporën, por si e cekë edhe mësuesja e nderuara, kemi edhe planin B. Kemi fëmijë që flasin dhe zotrojnë në gjuhën shqipe mirë, po kemi edhe fëmijë që çalojnë pak me gjuhën dhe është bërë një komision të them ose një ekip ose disa mësuese që vëzhgojnë dhe i marrin ato fëmijë dhe i avancojnë me gjuhën, kështu që jemi mirë të organizuar dhe stafi pedagogjik i shkollës përbëhet si ka më lart prej 10 mësuese dhe 1 psikologe.
dhe të gjithë janë prej ciklit të ulët të lartë profesoreshe me radhë, kështu që nga stafi pedagogjik dhe nga për arsimin jemi në shumë mirë të përgatitur. Gjithsesi besoj edhe këto aktivitete që po përmendni i bëjnë të djelat akoma më argëtuese edhe fëmijët me zipresin të vinë dhe të shijojnë klasën dhe t'ju bashkangjitë moshkatarëve të tyre në aktivitete të ndryshme. Po i afrohemi festave të nëntorit dhe po ashtu dhe atyre të fund vitit, çfarë e pret shoqatën tutje? Shoqatën tutje e pret mas pari dua që me 22 nëntor do të festojmë alfabetin e gjuhës shqipe që është shkruar në manastir. Mandej e kemi me 30 nëntor do të ketë është planifikuar që të festohet në një hapësirë në para komunës të qytetit të Andërpenit, që besoj që jemi në biseda dhe do ta realizojmë, që të mbahet për pavarësinë dhe ditën e flamurit të Shqipërisë. Këto 28 nëntori kemi edhe disa shkrimtarë që nga Kosova dhe Shqipëria që kanë shpreh dëshirën që të vinë dhe të promovojnë librat e veta këtu dhe literaturën shqipe. Kështu që jemi duke punuar në këtë drejtim. Synimi jonë është që me 9 nëntor që shkolla në Iliriada në Siniklas, mas pari të kalojmë sa më mirë, me qenë se atë ditë do të kemi edhe musafir, ose të themi, do të kemi edhe nga ambasade e Shqipërisë, nga ambasade e Kosovës, ambasadorja, po dua edhe këtë acek mos të harroj, besoj se edhe mësuesja nderuar. Dua të falenderoj edhe ambasadën e Shqipërisë, zonjën të nderuar shkëlqësinë e saj Albana Dautlari, që para në fillim të vitit akademik 2025-2026 shteti shqiptar na kanë sjellë 170 libra për nxënësit tonë dhe këtë dua një falënderim nga ambasadës e Shqipërisë. Po ashtu në këtë me 9 nëntor do të kemi edhe kryetarin e prefekturës të Siniklasit që e ka konfirmuar pjesëmarrjen, edhe kjo na bën një nder që edhe institucionet shtetërore belge janë të interesuar të bashkëpunojnë me shoqatën Iliriada, që kështu edhe i bëjt të gjithë thirrje bashkëdhetarëve tanë në Siniklas, po edhe në rrethinë, edhe më gjerë, që me 9 nëntor të marrin pjesë, që 9 nëntori do të jetë një ditë historike për Komitetin Shqiptar, që do të jetë që me të vërtetë që do të jetë ajo ditë që gjuha, kultura shqipe mos të humbet, mos të humbaset dhe ta ruajmë dhe sa më shumë të punojmë që fëmijët tanë dhe të gjithë të dinë sa do kudo gjuhën shqipe. Me këtë thirrje jam e sigurt që do mbushet evenimenti plot, pasi vetëm fakti që ne na mbështesin belgjit, kjo për mua do të thotë shumë. Për ne të gjithë bashkë, se fakti që të mbështet dikush që ti ke ardhur në këtë vend dhe të mbështet që ti të mos e humbësh traditën dhe gjuhën tënde, nuk e di nëse do ishim ne në vendin e tyre dhe do ta mbështesim këtë gjë, se ti jemi realist. Por është vërtet për tu admiruar fakti dhe socializimi që ata kanë dhe na mbështesin jo vetëm me emocione apo me një bravo, por dhe me pjesëmarrjen e tyre. Unë gëzohem që gjeni këtë mbështetje dhe uroj që vetëm të vazhdoj tutje dhe ju falenderoj shumë të dyve që gjetët kohë dhe mundësi t'jeni sot me mua. Ju uroj një rrugtim sa më të hapur drejt suksesit, sa më të lartë dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda, evente dhe po ashtu suksese, si zakonisht që shoqata ndan me ne dhe shkollat po ashtu dhe uroj mësuese që e djeljat ju shijoj sa më shumë juve dhe gjithë nxënësve të juaj. Dhe ne ju urojmë dhe ju uroj gjithashtu që ju promovoni të tilla lajme, sepse kur hapim ato lajmet në Shqip, nuk e di pse dëgjojmë vetëm lajme negative dhe them po nuk ndodhin gjë e mirë aty në Shqipëri dhe fakti që promovohen ato lajmet negative nuk është
fort mirë dhe mendoj që sa më shumë të merren me sukseset që janë qoftë në diaspora apo dhe në Shqipëri, sepse ka shumë suksese siç kanë qenë këto të olimpiadave apo çfarë fitojnë peshngritja që ishte lajmi i fundit, të cilat ne i shikojmë ato vetëm nëpërmjet Facebookut, ndërsa në lajme nuk i kam parë këto gjëra. Kështu që ato sukseset që ndodhin në diasporë është mirë që ti promovoni siç jeni dhe duke bërë dhe ju falenderoj që arritët të na ftonit dhe e bëni disa herë dhe dua që të qëndroni në kontakt, është për të admiruar fakti që ju promovoni sukseset në diasporë. Faleminderit, unë gëzohem që kam nderin dhe le të themi pozitën që të promovojmë të tilla vlera dhe uroj që të shohim sa më shumë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit me të vërtet ju dhe të gjithë televizionet që po na përkrajnë në këtë mënyrë shumë dhe ju jeni gardian të shqiptarëve të diasporës shqiptare në diasporë dhe besoj që bashkëpunimi dhe sinqeriteti dhe të gjithë nuk do të na mungoj asnjëherë dhe edhe një herë ju falenderoj nga zemra, ju falenderoj në emër të 6-7 mijë shqiptarëve nga qyteti Antwerpenit, që kështu ne ju përgëzoj dhe miru pashim në emisione tjera. Mirë pafshim. Atëherë të dashur, me një lajm kaq të bukur, unë ju përshëndes edhe për sot duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premte në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.